Vjen në të lëvida të jepë 500 euro. Ne kanë kalkuar se jam qërën, nuk jam asë pari ati mrami. Policia me njëherë ka shku në bend gjarës o në flagrans do të thëmë. Kjo rast është trajtu me prioritet. 100 herë mi ka morë sigarë qëtu, edhe ma ka inë shpinë qëtu s'dita e. Vendimi i gjykatës vonë që mos me heke drejta prindërore, tu i marrë parasysh që s'kemi ku mi dorëzuar. Kretë lufta jonë ka qenë mi largu prej rrugës. Ka qenë përfitues përmes një shoqate për ndërtimin e shtëpisë, por i njëjti ka refuzuar që të kthehet dhe të banojë në komunën e Klinës. Prindër i saj ka disa vepra, dikon rreth 23 vepra. Është shumë vigjilente, është shumë e mëshme. Ja, përgjithësisht është rrallë, por është familje. Çdo ditë endet në për rrugët e Istogut. Për të mbijetuar vetë dhe për ta ushqyer motrën 5 vjeçare e bën duke kërkuar lëmosh. Nganjëherë lufta për ekzistencë e shtyn të bëjë edhe punë të tjera. Kjo vajzë 13 vjeçare është njëra nga 7 fëmijët e çiftit bashkëshortor që nuk shquhen për kujdes ndaj fëmijëve të tyre. E këta të fundit nuk zgjodhen nëse do të vinë në këtë botë. Janë prindrit ata që krahas dëshirës për të pasur fëmijë, marrin mbi vete obligime dhe përgjegjësi për të rritur siç duhet fëmijët që vendosin t'i sjellin në jetë. Madje moskujdesi prindror mund të përbëjë vepër penale, sidomos kur rrezikohet shëndeti, zhvillimi apo jeta e fëmijës. E veç ti del me li pare në për njerës është jashtë? Po. A del ma ti? Ma ti, po i si jem konë që ka qëtë. A të kanë thonë mami bave me dalë, a del vetë? Vetë. Sa pare i bëm rana ditës? 2 javë, të i bebes ma shumë e hangër, po e shpiru të qëllë. E kje saj, e me ishme ma fëtë, me hangër me pi. Qa i blejnë bebes? Blejta sërë që është e stidi, dhe të shmi janë 20 cent kështë të shumë. Ja blejtë që të, i blejnë e keks, në që si për langë. Thot se i ka 13 vjetë, por nuk e mban mend datën e ditëlindjes, pasi të rralla kanë qenë rastet kur ka mundur ta festoj ato. Ti i ki 13 vjetë, apo? Po. Kur e ke pas ditëlindjen? Së di kështë në zëtë, veç e dhe, së di. Se den kur e ki ditëlindjen? Së di vëllë. A e feston aja ditëlindjen? Nëse kam pak pare, ma blej shpis një torte, që atë e festoj me vëzë, me motra, po nëse së nuk kam. Deri para 3 muajsh daljet nga shtëpia ishin veç për lëmosh. Tani, thot se del edhe për ta shëtitur në park motrën 5 vjeqe e cila as nuk mund të ecë e as nuk flet, akoma. Prindërit marrin social, por parat nuk u mjaftojnë edhe për të paguar banimin e edhe për ushqim. A merr një social për socialit? Po e marrë një social, po... Qka dhe leja, me pagu për nesën e qka me pagu? Që është... Sa vjesë? Që e vjetër, po që është qatë jetër. 120 euro në kushtë me pagu. Ta që pagu i në të s'kret. Sa e merr një social? Merë social të valojë se ti, 100 Vendi ku ajo dhe familja e saj jetojnë, zorë se mund të quhet shtëpi. Në qendër të Istogut, familja banon në një objekt të amortizuar të cilit prej afro 2 vitesh i është ndaluar përdorimi për banim. Babai qëndronte i shtrirë pasi po përballej me një sëmundje, ndërsa nëna në muajin e 9 të shtatëzanisë priste të sillte në jetë fëmijën e 8. A keni kërku për shtërit në një sen? Po, këna kërku Në fakt, kjo familje ndodhet prej vitesh në mbikëqyrjen e qendrës për punë sociale në Istog.
Afërsisht, kjo familje janë ma shumë se 4 vjetë këtu. Unë tash që 4 vjetë punoj edhe nuk e di paka shumë përpara që sa vjetë jetojnë në një stag. Mirë po, këta në fillim ka jetu në Gurakat, në Burgun, ku ka në Burgu, edhe tani janë zhvendos një stag. Në Burg kanë jetuar? Ku ka në Burgu, përpara aty jetojnë tash edhe punë. Qatë hapësirë tash jetojnë edhe familje tjera. Edhe këta janë faktikisht qytetarët komunës Klinës. Nuk janë të Stogut heq, mirë po, si se cilin njerë kanë drejtë edhe ata ku dojnë më zhvendos me jetu. A keni menur si rast në komunë për shkakun se drejtoria për punën e mëshirës sociale? Po, drejtoria është e njoftuar vazhdimisht lidhje me rastin, edhe jemi në kontakt me ta. Mirë po, na i ndihmojmë me pako ushqimore vazhdimisht familjes, në mënyrë që ta mos më dalë me kërku lëmush. Vazhdimisht pako ushqimore, pako tash plus që unë kanë edhe këtu festat Ramazani, Bajrami, ka pas shumë pako që i kanë shpërndarë organizatat ndryshme. Ato i kemi kyç, i kemi shtin lista vazhdimisht, jemi munu. Po i kishton psikologës që mu boj mutra jeme me aq pak makarona, aq pak vaj, aq pak mill. Ne si do të thotë me këtë familje, kjo ka qenë dikun për një 10 vite, ndoshta ose dikun që ashtu që 10 vite, kjo ka banu një kohë gjatë në ndërtesën e Ishburgut, do të thotë para lufte Burgut në fshatin Gurakoc. Po aty kanë banu, sepse këta në radhë parë janë qytetarët komunës së Klinës. Na nuk kemë pas informacion të kanë qenë shfrytzues ndihmë sociale në komunën e Klinës, një kohë gjatë derisa e kanë bërë transferin në komunën tonë. Kur e kanë bërë transferin, kemë dalë i kanë vizitu do të shërbimi asistencë në qatë ndërtesë, edhe aty kanë marrë dikun një kohë, mas mbylljes së ndërtesës, që është mbyllë zyrtarisht në kadër nga kuvendi komunal, ndësisht inspektoriati i komunës së Stogut, këta i largu prej atyt, një kohë kanë banu dikun, do të thotë prej asaj kohë kanë banu në ndërtesën ku jenë momentalisht ashtu. Dikun për afërsisht gati 2 vjet drejtorati i mirëqenies sociale do të thotë në bashkëpunim me qendrën për punë sociale, sepse na ju kemi drejtuar me kërkesë, ja kanë pagu, do të thotë qiranë kanë pagu, që jemi mirënjohës drejtorisë, ndërsa që 2 vite, dikun 2 vite jo, ndoshta më pak ka, është marrë vendim që e ndërtesë do të thotë është e pabanueshme. E kanë vendimin që kemi marrë ne prej komunës. Jemi përpjek do të t'i transferojmë komunën e Klinës, po nuk kemi gjetë një mirë kuptim. Tash janë të jetu që aty, janë shfrytzues ndihmë sociale, po ashtu edhe çdo ndihmë që kemi pas si prej drejtorie, ashtu edhe prej ndonjë OEC-je, gjithmonë i kemi pas parasysh si familje. Me që familja është me prejardhje nga Klina, autoritetet në Istog thonë se janë përpjekur ta kthejnë atje, por pa sukses. Komunja e Istogut i ka 2 herë kemi tentu me dërgu në Klinë, se këta kanë tokë në Klinë. Mirë po baba ka probleme me vllaznin e vet, edhe nuk guxon më shku në tokë të veten. I kemi njoftu QPS Klinën, kretin kam njoftu, me kryetar me kret. I kemi dorëzuar edhe inspektoriati e ka vizitu venin ku ata jetojnë, edhe nuk është vend për jetesë. Në çdo farë forme jemi mundu me vëzhgu, me vizitu secili akter. I kemi dorëzuar QPS Klinë, QPS Klina na i kanë kthy. S'kemi ku me çuna. Edhe na u dashtë me kthy se ku mi lan rrugë. Na jem të mundu mi hek pi rrugë, jemi të mundu mi jap një zgjidhje. Vitin e kalum, kërkesë me shkrim jo, po është njoftu, do të drejtori qendrës për punë sociale ka ditë, po nuk e di, a ditë kur kanë shku këtan, do të tohes të shërbime, kjo që ke këtu më heret, më veti, ka qenë atje, nuk i ka dhoni përqizje, jo shkoni, bënë e mene i ka drejtu më shku në këtu në komunë të zyra komuniteteve, zyra komuniteteve të është, sepse këta e në komunitetet reje, në qytetarë, po pa marë parasysh të në këta e në trajtu të amënë si qytetarë, më ka qenë komunës si Stogut. Po të është pejdime na që komuna pika, të është ato të lashët e veta, na kemë hala rastën komunës tonë, qytetarët amënë që kanë probleme me banim. Merita Bytyqi, drejtore e Drejtorisë së Mirëqenies Sociale në komunën e Istogut, ka pranuar të flasë për rastin përmes përgjigjeve me shkrim. Ajo ka theksuar se kësaj familje nuk i ka munguar mbështetja nga komuna për trajtimin e problematikave me të cilat përballen.
Sipas saj, institucionet komunale janë përpjekur edhe për kthimin e familjes në vendin e origjinës. Drejtoria për mirëqenie sociale në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të saj institucionale për trajtimin dhe mbrojtjen e rasteve sociale me datë 27/03/2025 me numër të protokollit 14/2025 ka parashtruar kërkesë zyrtare për transferimin e familjes V në komunën e Klinës. Kjo kërkesë është inicuar dhe trajtuar në bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë ndërinstitucional me stacionin policor të Istogut, Qendra për Punë Sociale e Istog dhe QKMF Istog, me qëllim të vlerësimit të gjendjes sociale, shëndetësore dhe të sigurisë së familjes në fjalë, si dhe ndërmarrjes së veprimeve të nevojshme në interes të mirëqenies dhe mbrojtjes së anëtarëve të familjes. Nga Komuna e Klinës është kërkuar mbështetje lidhur me sigurimin e kushteve të përshtatshme të banimit për familjen në fjalë, si dhe monitorim i vazhdueshëm nga Qendra për Punë Sociale në Klinë, duke pasur parasysh se familja është me prejardhje nga Klina dhe njihet si rast me probleme të theksuara sociale dhe sjellje problematike në komunitet. Megjithatë, deri më tani nga Komuna e Klinës nuk kemi pranuar përgjigje konkrete lidhur me trajtimin dhe mbështetjen e familjes në fjalë. Në Klinë, autoritetet thonë se janë bërë përpjekje për t'i ofruar ndihmë familjes dhe për ta kthyer atje, por sipas tyre, vetë familja nuk ka pranuar të kthehet për të jetuar në atë qytet. Vlen theksohet se në kohën kur ka qenë banor i komunës Klinës, ai ka qenë duke trajtuar në asistencë sociale, ka përfituar një ndihmë sociale, po sa kam njohuri e raste për mbi 10 vite ka që jeton dhe vepron në Istog. Në bazë të informacionit që i ka marrë për zyrës për kthim edhe komunitete, rastin fjalë ka qenë përfitues përmes një shoqate për ndërtimin e shtëpisë, por i njëjti ka refuzuar që të kthehet dhe të banojë në komunën e Klinës. Me arsye se është adaptuar në komunën e Istogut edhe nuk dëshiron të kthehet në Klinë. Na kemi tentuar edhe sfundi me kthyen në komunën tonë, por i njëjti nuk ka pranuar për arsyet personale të tij. Si përfituese për ndërtimin e shtëpisë, familja ka qenë gjithmonë duke u bazuar në informacionet që ka marrë prej zyrës të kthimit komunitete, pasi që ata kanë qenë të involvuar në rast në vitin 2020, domethënë ka qenë përfituese për ndërtim shtëpisë përmes një shoqate, por i njëjti nuk ka pranuar të kthehet dhe të jetojë në Klinë. Babai pranon se prejardhjen e ka nga Klina, por thot se atje nuk ka të trashëguar asgjë, andaj nuk dëshiron të kthehet për të jetuar në atë qytet. E jetoni gjatë këtu në Istog? Jetoni moti? Në gjëra ka këmë banu janë 20 vjetë, edhe këtë dhe një dikon 50 vjetë, 25 vite. E ku keni jetu ma herë, para 25-6 viteve? Në Gjermani këmë. Në Gjermani. E pse jeni anë këso? Se ta kam fri, e vëni vetë nuk valu të kërse. Po prejardhën dhe nga e kipë? Për Klina. Për Klina. Po Klinë s'ka mas toka s'kërse. Babai, i cili nuk ka arritur të sigurojë një jetesë të qëndrueshme për fëmijët e tij, nuk ka pranuar që t'i ndërtohej shtëpi në një fshat të Klinës ku jetojnë disa familjarë të tij. Ai thotë se nuk ka as tokë e as pronë në vendlindje, ndërsa përkujdesja për familjen mbetet e vështirë. Si pasojë, fëmijët shpesh shihen duke bredhur rrugëve gjatë ditës. Disa prej tyre përpiqen të punojnë, ndërsa të tjerë kërkojnë lëmosh, duke u përpjekur të sigurojnë mjete minimale për mbjetesë. Ai mos pas kush punë me ta. Pse? Sherrë bujnë. Me sherrë, s'ka nuk i ku gjebë dy. Çfarë sherrësh bojnë? Pa gjithçka bojnë sherrë kështu. Po bëj gjithçka. Vini ngucin pleste, ngucin asi, vin hajnë buk pleste, i gjynë me gjithçka e qështë, si farë marrina. Lypin, mos me lau shtyn. Problemet për jau marrë parët femna o pedore. Jam ta qika? Jo qika, do që 100 herë mi ka morë cigarë që tu. 100 herë. Edhe ma ka inë shpinë që tu s'gjitër. Që e këta kam po, se për të shome më shplasim. 100 herë. Në palë në shpreje, hajde a je e i gacë, më palë shpreje. Dyta. Mira është guzojsh aso që në gjinja më si bjerë se i sretë për ditin. Kjesë. Unë pëzonë besh më shpëtojnë për jashtit. Shumë problem. Të në njerëzve, e sheti kon të kjerë, ja u qilë kjerën.
Qep shelterën pa i do pojë. Një femë në që tu, qep, ka s'ki shtima nej, ku që ka ka parfimin. Pe kere, edhe iku, që ka me i bon. Ne njoj më mujtë me hek për këtujt, sa ma shpet, mirë konë. Ata nuk jenë distogu, klinë. Bje për qaj që sajtë për skajt, ja u heqenve, ja u shqenë në s'kom që në mirëzu, ja u he kapuqin, që ka me i bon. Qendra për punë sociale në Istog është në dieni për këto raste dhe sjelljet e raportuara që lidhen me fëmijët e kësaj familje. Sa shpesh shkojnë vizita? Shumë shpesh jemi shku vizita, se na kemi një farforme ankesa edhe pej banorve, pej marketeve, pej shumë ankesa që shkojnë, lypin, himrena. Marrin gjëra pa paguar? Po, ndodha mo jo dhe aqë ma shumë me njerëz, ma shumë ju në gjitë e njerëzve, ma shumë i shqetësojnë njerëz pak ma shumë. Edhe e kem pas edhe një rast në Doket vitin e kalum, kur bashkë 13 vjeqaja u shkun klin kalyp. Edhe tani policia atje e kanë njoftu policin një stag që ajo po lypë dhe jemi na gjithmonë mi kon prezente për deklarata, vizita bashkë me polici, edhe me shkollë, jemi kon kontakt, edhe kur si më konon menagjere e rastit, vazhdimisht qenë, se unë fillimisht kom nisë si praktikante. A i detyrojnë prindërit me dalë me kërku limosh? Fëmija thonë jo, si pas fëmijëve jo nuk na detyrojnë prind. Prind thonë që na munohemi mi nalë, munohemi mi qunë shkollë. Kur ardhë puna dhe të shkolla, fëmija thëshin që prind po na thonë shkoni në shkollë, po na vetë nuk po dojmë. E kem po, këta gjithë se cëllë fëmijë ka problematikat e veta. Fëmija dalin lypin, djali vogël nuk e di sa veti ka 8 po mdoket për momentin, se nuk i maj men janë shumë fëmijë, nuk rriken shpi donet. Më kanë lajmëru vetë mu që e kanë po një ndërtes gjatë natës, edhe jem shku, e kem vizitu, ku është djali, nuk po vjen në shpi, ata vetë ishin nuk po vjen në shpi. Kur shku me gjetëm djalin, jo këta më kanë qitë mu pi shpi, e tani masane e djali tha, a di që këta i ndryshojnë fjallët që shtu konvenan. Për më tepër, babai i familjes është i njohur edhe për organet e rendit. Babes ti i kanë gjetë dhe punë shpesh here. Ishtë bo operacion në që kanë stash? Po, se ka tuberkulozë të që kanë. A ka thonë mjeku apo të thari? A i ka thonë që mi kanë të mjeku, a ju kanë edhe më burg, se ka ushtru dhunë një në mpiqika që është e martuar, edhe ajo e ka dorëzuar polici. Edhe a i ka pas me majtë burgun në Doket një vjetë, mirë po me kushte këto shkurtesa që në boj ka rove 6 muaj. Ta na gjithmonë i kemi vizitu, shërbimet sociale i kanë vizitu, gjithmonë kemi qenë në kontakt me këtë familje, sepse thash kemi pas edhe prej disa marketeve, kemi pas kërkesa, edhe kemi bashkëpunu, do të thotë me to dhe kanë shku punëtor të shërbime sociale, ja kemi tërhek vrejten, po ashtu edhe me familje. Thash babën e ka pas një kohë, ka pas në burg, që janë për dhunë familje, është dyshuar për diçka tjetër, po letë jetë në kompetencë të organeve, nuk është punë e jonja. Sipas policisë rajonale në Pej, babai i vajzës është trajtuar nga organet e rendit për disa raste të ndryshme ndër vite. Prindër i saj ka disa vepra, dikun rreth 23 vepra ndryshme, të cilat janë trajtu në stacionin policion nga njësit i jetime i Stag, në stacionin policion i Stag, janë kompletu gjitha rastet, janë procedur në prokurin themelore. Që që ka dhonë familje, kesh trajtim, ka mos kujdes i duher, dëtrim, apo shtyrën në prostitucion, lëndimi let, vjedhje, përdorimi substancave narkotike, disa të tjerë. Do thotë dikon rreth 23 vepra të cilat janë iniciuar rastet, janë kompletuar dhe dërguar në prokurinë themelore në Pej. Asnjë nga fëmijët e kësaj familje, përfshirë edhe 13 vjeçaren, nuk vijon procesin mësimor në shkollë.
A shkon në shkollë? Jo. Pse s'shkon në shkollë? Se ku thënë socialit në shumë në punë qarë, për shkollë nuk fyja vetë. Se ku më ngu shumë ka në gjithë. Në shkollë, a shkojnë fëmi? Ja. Pse s'shkojnë në shkollë? Pse nuk përdojnë vetë. Pa e kanë obligim me kry shkollën të more. Përdojnë vetë, më kanë dhujtë qantët zë disa e këmë bleje të tina, e këmë bleje librat, ati pa shtë jetë libra, mi morë, e këmë bleje, atë për vetë, i këmë bleje, me i këmë që, me gjujtë në qantët poshtë delë që më poshtë të nërë, atë zë njëke unë në mësë. Vazhdimisht jemi mënu edhe me shkollën, që mi shti këta në rjedhë, mu arsimu, adin mu ka pak për diçka. Po shkollën në shkollë, ha jo? Jo. Për para ju kanë ble ljopsa, qanta, vazhdimisht, edhe jo veç qendra për punë sociale, ose komuna, por ka pas të organizata, të rdezon, besoj që jeni njëftu me qëtë organizat, edhe ajo e ka pas si rast pak ma të vështirë, edhe ka vendos me një mu, me libra, me qanta, me po e pa më që ka një shku në shkollë, kemi full me, edhe kam praktisë shkollën, kemi bisedu me ekipin e praktisjes të shkollës, s'kam pas kur pra mundësi tjetër, psikologu, pedagogja kam full me ta, 2-3 ditë shkojshë në pet, ta një moj ju. Për ta është veç lëmusha, një farfor me jënë rritë qatë mënyrë, ta është kjo të të më përdu më shku në shkollë, ta është qështë do më shku kjo në shkollë. Kjo në klasë të dytë e shku veç dhe në gjysë, ta është ka 13 vjetë. Na tham psikologes, që ajo më na e bonive një raport, në basë gjithë në sanë qëka i ka mojtë, edhe me paraqit kërkesën e saj që ka bërë për shkollë. Atëherë në qatë kërkesë kemi vendos me dorëzu në drejtorat të arsimit, që me këqyra kona e mundësi që më shkollu kjo. Në mungesë të mbikëqyrje së duhur prindërore dhe me përfshirje të kufizuar institucionale, 13 vjeçarja nga Istogu është përballur me kushte të rënda jetese, përfshirë qëndrimin në rrugë dhe kërkimin e lëmoshës për mbijetesë. Në këtë gjendje të cënueshme sociale, ajo është bërë edhe viktim e një rasti të dhunës seksuale në fund të janarit të këtij viti. Për rastin, është ngritur akt akuzë ndaj të dyshuarit, së fundi, dhe procedura gjyqësore janë duke vazhduar në organet e drejtësisë. Por, ky rast ngresh shqetësime serioze lidhur me mbrojtjen institucionale të fëmijëve në situata të rrezikut social dhe nevojën për ndërhyrje më efektive dhe të koordinuar ndërmjet institucioneve përgjegjëse. Ka marrë ajo Të cila vijë? Në që të një farë rutetje është në faqë. Po ati i banartë ja kam shrejtë të delë. Shme me lanë, adin në njërë, shme me lanë, adin dhe që ato fajtora, o që është të një? Po adin që s'bën, ta është të jenë shumë e vogël. është ndaluar me pas marrëdhënie seksuale me fëmijë në 18 vjet. Për pare këtë pasar më shkujtë? Sa ti ka folë, sa pare? 15 euro ti ka folë që ti e pa? Nëse shkallë me të? A i ke marrë të ne të pare? Çka të ka thonë kër e ta ku me të para se më shkujtë hotel? Ka thonë ato vjenë në të gjithë ati e për 5 Edhe te ke pranu? Po. Ti ke pas me shku veç për pare me ta? I akuzuari, T.P. 55 vjeç, sipas deklarimeve dhe të dhënave të përfshira në rast, ka qenë person i njohur për 13 vjeçaren dhe familjen e saj. Më kanë thënë se nuk kam një të qështë, se babi jam da unë për kapinë në familje ti. A unë ka njohë babi e të ta? Po, ma e të. Edhe ti e ke njohë? Po. Që shkër ka një babi jam në që e një familje. A e ka shok a qka? Po, shok, ka përdu të hajë. Ka përdu një kjellë të qështë. Ka përdu majtë. Në majë e dreu ka përdu qështë. Prindërit e vajzës janë njoftuar për rastin nga organet e rendit. Për rastin e qikës, ajo ka nga policia që ka ndohë? Po, ne kanë kalëtruar se janë qërën, nuk jam asë pari ati mrami.
A e keni njoft ju? Po përpara kom qenë, unë përpara kom punu taj. Çka ke punu ta? Në të gjapte, kom punu në drume. A s'ka pagu? Po normal që më ka pagu. A e përtorin të kërkun me pagu. Me policia keni dhënë deklarat? Jo, besot që edhe loja. Nëna, në kohën kur u vizitua nga ekipi i emisionit MAT, ndodhej në ditët e fundit të muajit të 9 të shtatëzënisë, duke pritur lindjen e fëmijës së 8. Ajo nuk pranoi të fliste për rastin, madje thotë se nuk ishte fare në dieni që vajza dilte të kërkonte lëmosh. Edhe jam pak shtatëzan, edhe jam shumë pak. Për këtë rast mos pason vetë për gjak. A ke shku ti me marrë policisë shikën, apo? Po, i më shku e ku marrë, ma se ka donë që i ka dhe kreat, se më s'kom ditë se, të i më shku e ku marrë. A ke ditë që dalë që i ka me lypë ma ere? Ha, pa jo, në që për e kanë, qëto, s'kom ditë që o dalë me lypë kjo. Në polici thonë se janë njoftuar me kohë për këtë rast dhe kanë marrë veprimet përkatëse sipas procedurave ligjore. Në datë 29 janar, në orët e pasditës, dikun rreth orës 14:10 minuta, policia e stacionit policor në Istok ka pranuar një informacion nga një qytetar se një dyshuar është në një objekt pushim dite. Policia me njëherë ka shkuar në vend ngjarjes, dhe në flagrans do thotë i ka takuar, ka arrestuar të dyshuarin edhe viktimin, të cilët i ka shqyrun në stacion policor. Me njëherë është njëftu, lidhur me rastin, është njëftu prokurori ka kërkuar që rastin me njëherë të trajtojnë sektori hetimeve rajonale në Pej, prokurori së bashku me hetuesit e rastit, psikologun, punëtorin e qendrës për punë sociale, mbrojtësin e viktimave, do të thotë edhe njerën nga prindrit, nëna e viktimës ka qenë aty, është intervistu, pas intervistimit të dyshuarit edhe të viktimës, të dyshuarit ishtë caktuar masa e ndalimit policor për 48. Më vonë do të thotë ka dalë para, është kompletu lënda, është procedurë dhe gjyqtari procedurës para prake e ka vazhdu, po e ka vazhdu para bërgimin për 30 ditë. Ky rast është trajtuar me prioritet, për shkak se më të ndodhë rasti, duhet veçuar këtë situatë për shkak se një telefonat një qytetari ka kontribuar shumë që policia me njerë shkojnë vendin e ngjarjes dhe të kap në flagrans personin dyshuar për vepër penale dhunimi. Mes rasti njëjti është arrestuar në vendin e ngjarjes, ndërkaq viktimës i është dhënë tretmani i dur nga gjitha mekanizmat shtetëror, përfshirë këto mbrojtësin e viktimave, prokurorin e shtetit, psikologun, qendrën për punë sociale dhe gjithë mekanizmat tjerë. Për rastin e kësaj më njoftu pi policisë, edhe në momentin kur unë jam shku, rasti vicesht pa, kjo vicesht pa ka policin një orë përpara, unë kur jam shku ka nuar dikun 4 prapërsisht. Jo, masdites. Edhe kur shkova më thanë që ka pas dhunë seksuale ndaj të mitërës, edhe fillimisht pritëm dhe i sardhen prokurori, mbrojtësi viktimave, psikologja bashkë me prokuroren, dhe i sa unë bledhe krejt aktert e nevajshëm, edhe masa ne u qaru rasti. Menaxherja e rastit në qendër për punë sociale në Istok bën të ditur se për të vlerësuar gjendjen emocionale të vajzës pas rastit është angazhuar një psikologe e cila po zhvillon disa seanca me të në kuadër të mbështetjes profesionale. Na dej që tash e kemi angazhu një psikologe përmes komunes, i kemi marrë 7 seanca dej tash, 2 seanca një javë mohen, mirë janë shku seancat, mirë krejt, mirë po Kënë është qëllimi majtë është në seanca? Që me këshillu edhe emocionalisht me pase ku është e mitura. Mirë po në bazë të asaj që psikologja ka bisedu me mu, faktikisht është konfidenciale, mirë po nuk është që njihet keq e mitura. Nuk njihet keq, është e vetishme për çka e bën, edhe
Si situate, po flasim për një fëmijë 13 vjeçar që është i pavetishëm për veprimet që bën. Edhe ju si qendër për punë sociale jeni në ndjenjë të vazhdueshëm për problematika që shkakton si familje edhe në komunitet, po edhe ata brenda, po edhe në komunitet. A ish dashur marrë masa të tjera ndaj? Po, faktikisht, na si qendër për punë sociale, një ndër masat që mujmë edhe që kemi mujt, po s'kemi pas mundësi, se mundësit janë shumë të kufizume, është që mi tërhek fëmijë për familjes, mu heke drejta prindrore, mirë po këta fëmina nuk kemi për mi dërzu. I kemi 3 familjes tërhuse që i kemi me fëmijë, nuk kanë vend. A s'ka një qendër që trajton? Jo, përpara Karitasi Umbria që është në Klin, kish pranu fëmijë, po ta shkurt e fundit nuk pi pranan. Kjo është në periudhë para se më konë unë këtu në qendër për punë sociale, ma jo, se dhe ata një farforme kanë qelë firmen e vetë, ata fëmijë që në konë përpara ata shën të punu aty, është një farforme është si e privatizume, nuk është që kemi mundësi. Sos fshatrat nuk i pranojnë, përderisa këta i kanë 2 prindrit. Edhe si pas ligjit këta fëmija shkojnë bashkë, nuk guxojmë mi nda fëmijën. Fëmija e vogël qika që i ka 4 vjetë më ndoket, po, ajo është e pa oftë, po. Ashtu po folë ka po asë? Jo, edhe ka probleme me sytë. 2 tjerat nitura jënë martuna, nuk imi ka ndjeni heq, kur jemi shku në polici, as policia si në kam njëftu, më lidhje me këtë rast, kur ka ndodhë një rast, nuk i di... Motra kësaja? 2 motra të kësaj, njëna në Prizren, njëna në Bush Kosovë. Sa vjeç e martu ato? Njëna 14, tjetra 13 më duket, nuk jam shumë e sigurt. E martu me dëshirë, me dëshirë të prindërve? Me prindrit nuk është që e kryjnë detyrën e tyne shumë mirë. Ata, jo qefs kemi pas, po ka ndosht. E në momentin që ti nuk po ki mundësi tjera, institucione tjera, ti po je kufizum, nuk po ki një farforme që thur nësë po ki ku mu ka. Si pas akt akuzës së prokurorisë Themelore Nopej, e cila mbështetet edhe në deklarimet e viktimës, 13 vjeçarja nga Istogu kishte pasur kontakte me të akuzuarin TP 55 vjeç edhe në fund të muajit nëntor të vitit 2025, rreth 2 muaj para rastit që çoi në arrestimin e tij. Si pas përmbajtjes së akt akuzës, ajo kishte deklaruar se ishte takuar me të njëjtin person edhe më herët në një objekt hotelierik, pasi ai i kishte premtuar para në këmbim. Në deklarimin e dhënë para policisë, viktima kishte thënë se i akuzuari kishte qenë në dieni për moshën e saj. Sipas prokurorisë, TP dyshohet se ka kryer veprën penale dhunimi. Ekipi e emisionit MAT vizitoi edhe familjen e të akuzuarit në një fshat të Klinës, por ata nuk pranuan të prononcohen lidhur me rastin. E paqasshme ishte edhe avokatja e të akuzuarit Aurora Mullhaxha. Sipas qendrës për punë sociale në Istog, pas rastit të dhunimit të 13 vjeçares, është iniciuar në gjykat procedura për heqjen e të drejtës prindërore ndaj prindërve të saj. Megjithatë, për shkak të mungesës së kapaciteteve dhe hapësirave për strehimin e fëmijëve, procedura nuk ka vazhduar më tej dhe rasti është mbyllur. Faktikisht ne kemi bërë kërkesën në gjykatë dhe jemi dalë një seancë. Mirë, po në momentin që s'patëm ku mi dërgu fëmijën, na u dash mu tërheq. E kemi edhe dokumentin që e kemi bërë kërkesën, gjykatë jemi dalë një seancë. Ma jep të shumë, apëtën. Ndërvitja në dhe raporte sani që kanë punu vazhdimisht punëtorët e qendrës për ta, po. Unë nuk jem ka menager mirë, po veç që kom... I ke marë se ka kalu rastin. Proces verbalit që jemi kom prezent. A kemi bo, qa kemi bo kalzim? A qa kemi bo? Na kemi bo kërkesën për... A pa di, ka shumë pa di. Ka shka njës rastin, njës është njësu rastin. Që... se kam shumë dokumente, akt vendim. Gjyka propozimi.
që është propozimi që kemi bë për heqjen e vdekjes prindërore. Edhe seanca o majt, e kemi proces verbalin, mirë për momentin që s'kemi pas ku mi dorëzu fëmin, atëherë Në thënë një keni kërku gjykatës një hekë të vdekjen prindërore. Edhe çka ka thonë gjykata në fund? Gjykata, edhe gjykata e më thonë pajtimit që nëse kemi ku mi vendos fëmin, atëherë po. Fillimisht e kemi bërë kërkesën për mi marrë këtë fëmin. Mirë po, të diskutua dhe me shefin që i kene vogël, thamë dyqysh është me aftësi të kufizume. Familjes strehuse nuk janë të trajnume që më kujdes për fëmin me aftësi të kufizume. Mirë po, familjes strehuse 3 kemi në një stokë, faktikisht, po kanë fëmijë, se na kemi edhe raste tjera që braktisën fëmija pi prindve. Po kemi edhe fëmijë... As lejohet me qenë komunat e tjera? Lejohet, po komunat e tjera ka komunat që s'kan heq familje strehuse. Edhe që ka shumë fëmijë... Shumë pej ose ndëshan, ma që pak ma afër. Peja nuk ka familje strehuse heq. As klina, ata i binë fëmijën të na. Qëtash një rast e kemi pas ku që pëse klina e ka sirë në fëmijë të familje strehuse këtu një stokë. I kema mundësi shumë të kufizume. Cile ka qenë vendimi i gjykatës pas propozimit ju? Vendimi i gjykatës zgon që mos më heke drejta prindërore, tu i marr parasysh që s'kemi ku mi dorëzu fëmin. Për çfarë shkak? Jo për shkak që prindin të paafër u kujdesin. Jo. Se prind gjykata ka konstatuar që prindin të paafër për me u kujdes për fëmin. Gjykata ai vendim që i tërheqë propozimi i propozuar nga Qendra për Punë Sociale, i evidentuar, i ushtruar ndaj kundër propozueses dhe me bazën juridike heqje drejtës prindërore. I mbështet se ka pas përmirësim të fëmijëve. Kohët e fundit nuk janë të dalë më kërku lëmush, sidomos pasi ka ndodhur raste. Kur u bë kërkesa që kjo për heqje të prindërimit drejtës prindërore? 13/2/2026. Edhe vendimi i gjykatës kur është marrë? A vendimi? Kur u majt seanca me 6/3. Kjo seanca e fundit që është mbajtur? Po, seanca e parë dhe e fundit. Në moment që nuk kemi ku mi dorëzu fëmin, edhe gjyqtari tha që momentin që nëse gjendet një vendodhje ose ka apet që si lloj rasteve atëherë muj, për ndryshe është shumë problem. Jo që s'kemi dashur na, se është faktikisht rast shumë mirë. Sipas drejtuesve të Qendrës për Punë Sociale në Istog, institucioni ka vepruar brenda kompetencave ligjore në trajtimin e rastit të familjes. Ata theksojnë se vendimet dhe ndërhyrjet janë marrë në bashkëpunim me institucionet e tjera dhe në kuadër të mundësive ekzistuese ligjore dhe praktike. E panë që familja nuk është të aftë me menaxhuar të fëmijë. Nëse ju keni pasë menaxhim si rast, në fund ai fëmijë është të dhuruar seksualisht nga një person pas 15 vjeçar, pra ku është përgjegjësi këtu? Ja, përgjegjësi është rrallë parë është familja, është t'jem sinqert, është Qendra për Punë Sociale është organi i kujdestarisë do të thotë për rastet kur nuk kanë prind, ata i ka 2 prind, edhe pse nuk jem të ikë përgjegjësisë. A është dashur si qendër, ta analizojmë pak më herë para se më ndodhi rasti? Ja, është tash sa i përket rastit fundit, këtë situatë nuk mundesh me imagjinu, do të thotë që ka mujt më ndodhë, një vajzë 12 vjeçare 13 në vërtet që ka është, nuk mund me të kërkush s'ka mujt me mendoj që as familja, ndoshta familja e kanë ditë, po ne jo. Na të thash që kemi bën o fjala që krejt lufta jonë kanë qenë mi largu prej rrugës. 13 vjeçarja nga Istogu, sipas të dhënave të institucioneve që janë marrë me rastin, është trajtuar si viktim edhe në 2 raste të tjera, ku i dyshuar ka qenë babai i saj. E mitura në 2 raste, do thotë ka qenë viktim nga prindërit të saj, një nga prindars, sigurisht nga babai, rasdhun familje dhe kështë trajtim rrugëlatisë e fëmijës. Rastet janë kompletu lënda dhe është përcjell në prokurin themelore. Po rastet e tjera, do thotë viktima ka pasur ka qenë dyshuar edhe në 5 rastet e tjera, të cilat prokurori i rastit është njoftuar vetëm në shënim zyrtar. Nuk e di mirë, po veprat të ndryshme. Menaxherja e rastit nga Qendra për Punë Sociale në Istog thotë se 13 vjeçarja nuk është rasti i vetëm i dhunës seksuale që është evidentuar në këtë familje. Sipas saj, edhe njëra nga motrat më të mëdha kishte qenë më herët viktim e një rasti të ngjashëm.
Motra e saj ka pasur ajo tentim dhunimi para 2-3 vjetëve, nuk e di sigur. Se unë jam kam veç praktikante atëherë, nuk është që kom pas qasjen land ose diçka. Mirë po si rast u koni njoftun edhe për media. Edhe prokurori u shku, edhe ka majtë burg ai personi, shumë është e klavitne. Edhe i kemi dur të letha, në çdo mënyrë. Jemi munu shumë, edhe munuemi hala vazhdimisht. Munuemi që mos milon të pakten më dalë më lyp. Në mes të varfërisë së thellë, mungesës së përkujdesjes prindërore dhe një sistemi që shpesh ka hasur kufizime në ndërhyrje, fëmiria e 13 vjeçares nga Istogu është zhvilluar larg normalitetit që i takon një fëmije. Në vend të bankave të shkollës dhe sigurisë familjare, ajo është përballur me rrugën, pasigurinë dhe kërkimin e lëmoshës për mbijetesë. Një realitet i rëndë që, sipas të dhënave të institucioneve, ka përfunduar edhe me një ngjarje të dhimbshme të dhunës seksuale. Rasti i saj nuk mbetet vetëm një histori personale, por një thirrje e fortë për reflektim mbi mënyrën se si mbrohen fëmijët në situata të rrezikut dhe sa shpesh ata mbeten mes boshllëqeve të sistemit. Ndërsa procedurat ligjore ndaj të akuzuarit janë ende në vazhdim, për këtë fëmijë dhe motrat e vëllezërit e saj, sfida e vërtet mbetet rikthimi i sigurisë, dinjitetit dhe një fëmijërie që nuk është jetuar kurrë si e tillë.